Vezirja është e vetkënaqur për mashtrimin që i bëri Fishekut. Në fytyrën e saj duken qartë shenjat e lumturisë dhe të operacionit estetik që ajo... Të tërveç! Kur është operacion estetik të më? Janë plagët e apandesitit. Mama, do nxjerrësh shëtitje pitbulli. Kam ja 2 ditë që se kam nxjerrë. Zemra e mamit. Mami po të thot atë që të tha episodin e parë. Kur ti plasi trapi? E vërteta është që unë do takoj Shakirën dhe do bëjmë testin e AMG-s. ADN-s, idiot. Po, ta ADN-s. Një thik mbas shpine. Po ti i beson doktorit apo nënës tënde. Ore doktori e di apo unë e di me këfjeta. Ti i beson ati e jo mua. Kësaj nëne të pastër që të rahu me kaq dashuri kur ishe i vogël. Që të bëri synet me këto duar ti. Maldito. Çifti i dashuruar kishin lënë takim tek taverna e Llaqit, por Fisheku kishte një lajm tepër të hidhur për të treguar. Jam me majasëll. Ua, edhe unë. 2 duar koka jashtë. Ua, edhe unë. Sa të përbashkëta që kemi. Fishek, çfarë ke? Kam 7 kuaj, 3 dera, 2 lopë dhe 3 rosa. O vlla, po a nuk ishte shterp njëra nga lopët? E po polja. Jo, që ke që e mërzitur? Shakira. Unë jam vlla yt. Ua, sa bukur! Çfarë koincidencë! Edhe i dashur edhe vlla. Shakira, nuk është gjë e mirë kjo. Do me thënë, më takon 50% e pasurisë si bashkëshorte dhe 50% si motër. Fejgjë zemër? Duhet të shkoj me njerë të bëjmë analizat e... ADN-s. ADN-s. Shkojmë atëre direkt. Analizat i bëri mjeku i besuar i familjes, Alfons Gypi. Doktor. Analiza zonjusha Shakira rezulton me sida, sifilis, gonore, herpes, edhe një klamidia. Do me thënë me pak fjalë gjitha që janë, që ka enciklopedia e sëmundjeve seksualisë transmetueshme kjo i ka. Bile më duket se ç'doli dhe një që ishte kështu tepër. Një sëmundje tjetër, po kur ta studiojnë do ta themi ç'është. Jam e virgjëru. O, doktor, qa na duen këto ne tani? Është apo s'është motra ime kjo? Në falni. Jo, nuk është. Gjithsesi, unë ju sugjeroj të përdorni prezervativ për... Sekond. Nuk na duen këto. Ta marrë për shpion të. Miru pafshim dhe bëj shumë të fala mamas. Thuaj të dali se nuk është dukur që kur donte të abortonte. Të lindte. Qishte e kjo që tha ky, jo, sifilizi, gorja? Po ma në shpirt janë thjesht ma betë doktora, shaman, leri fare. Beb, tani unë pres të vish të jetosh me mua, në shtëpia. Okej. Kërko po i jap lajmin mamas. Okej. Sa që? Mama, ne bëm analizat dhe doli që si jemi motre vlla. Sa lajmi mirë, zemër. Dhe ajo do vi të jetoj këtu me ne. Po edhe ky është lajm shkëlqyer, zemra ime. Si do jetë kur ajo të vi të jetoj me mua, bashk. O shpirt. Keqen të kapeles tënde. Edhe unë të dua shumë. Ashtu, me shalët mbarua, shpirt, tash ti nëse më lejoni, po shkoj të pastroj banjon. Si do të jetë kur unë të vete të jetoj atje? Po Fishek, se arova, unë më duhen 5.000 euro që do ikim me Alejandrun të folia. Po, mamaja? Mamas, i dhash nga i qaj sa i preferuar. Dhe po frinde. Ka një javë.
Çfarë do ndodhte nëse ajo Zoska do vinte të jetonte këtu? Mama vezore mirë?